20 me gjiti, kam një përësi. Javën e arshme nëse është koha mirë, a vëdi se nësë po dolim kur po bjeshise, po do t'ja me drënë, ja me ne, ja me kënej me gjiro. Po ta baj një lutje, prishe urën të bitë pazari. Nisja me prish urën të bitë pazari sepse s'po përdoret. Nuk ashtu përdor për nevojat kur ke qenë kryetari komunës që e ke regullu. Sepse, të e spjegojmë në videon në emisionin e arshëm, ligjerisht nuk mundet me kanë edhe një kalim poshtë, edhe mbi kalim nalt. Ngojë Fadili se ka me tra ma mirë ligjerisht, nisja prishe, derit javën tjetër, ta shohëm që ja ke nis me prish, sepse do e kesh një material kismet, që thojnë të na kismet Allah, do e kesh një material bombastik për atë urën edhe atë kalimin ilegal që është aty, e që është një gjë shumë e rëndësishme. Zoti krijuesi në Kur'an vetëm në be që e ka ba, me aq sa kam lexuar dhe di unë, ka thonë pa shakohen. Rruga prej te Veroja, deri te ura mbi kalimit, ose deri te Alsati, neve na humb shumë kohë. E unë po premtoj kryetar i Çajirit, zotëri Izet Megjiti, unë nuk ta fali qatë kohë. Ja ka pe regulohe, ja do e regulojmë na.